Sekuestrohet një sasi lëndë e dyshuar narkotike kokainë e ndarë në 10 doza me qëllim shitje. Specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Durrës, si rezultati punës hetimore të kryer për disa javë për goditjen e veprimtarisë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike, organizuan dhe finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja operacionin e koduar Midnight. Gjatë operacionit u kap dhe arrestua në flagrancë shtetasi EK 36 vjeç banues në Durrës. Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën atij një sasi lëndë të dyshuar narkotike kokainë të ndarë në 60 doza me qëllim shitjen. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas shiste kokainë në qytetin e Durrësit. Gjithashtu gjatë operacionit u kap në flagrancë nga shërbimet e policisë me një sasi lëndë të dyshuar narkotike kokainë shtetasi BO 36 vjeç banues në Durrës. Pas kryerjes së shërbimeve hetimore dhe proceduriale, nisi procedimi penal për këtë shtetas. Materialet proceduriale për këto 2 raste ju referuan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve.